Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, me mua Tirona Lilin për të komentuar ngjarjen e natës së mbrëmshme. Natën e mbrëmshme në një mekanizëm të veçantë që ne në fakt e amendësuam se mund të ishte një mekanizëm i tillë ku gjysma e banorëve do të ndahej në një kënd tjetër të shtëpisë dhe gjysma do të ishte në një kënd ku ato pozicionohen çdo ditë, që në fakt ishte përzgjedhur living. Banorët duheshte të përzgjedhin në dy emra të cilët do t'i çonin kokë më kokë për përzgjedhjen e finalistit të parë në edicionin e Big Brother VIP Albania 4. Në një përzgjedhje në një grup me 5 banor, që në fakt ishte grupi i Koltukut të Kuq, banorët vendosën që nga ana e Koltukut të Kuq si finaliste e parë të shkonte Rozana, ndërsa nga ana e Koltukut të Kaltërt, i cili përbëhej me 4 banor, do me thënë një banor më pak, përzjodhën që finalisti i parë nga Koltuku i Kuq, apo banori që të pretendonte për finalistin e parë, të ishte Gerta. Menjëherë ka filluar reagimet e publikut, pakënaqësi duke quajtur një padrejtësi nga ana e produksionit apo nga ana e një banorit, që në këtë mes është Aldo, i cili nuk doli mirënjohës kundërdrejt fatit që Gjesti ja mundësoi me përzgjedhjen e zarfit të Lori Kafes që Aldo u rikthye në shtëpi. Unë jam munduar që të mbledh një kronologji të gjitha asaj se çfarë ndodhi mbrëm dhe do ta shpjegojmë, do ta komentojmë, sepse pas kësaj përzgjedhje pati dhe një sër diskutimesh në shtëpi që unë do t'i bëj një nga një sot në kanalin Monitor TV. Një natë e mbushur me emocione, tension dhe zhgënjim. Publiku kishte pritur me padurim momentin kur do të shpallej finalisti i parë i këtij edicioni. Një moment vendimtar që do të përcaktonte ecurinë e garës për çmimin e madh. Por vendimi i Aldos, i cili përzgjodhi Rozanën për të shkuar kokë më kokë me Rozanën, me Gertën në televotim, shkaktoi një val reagimesh dhe pakënaqësie në rrjetet sociale. Gjesti, një nga lojtarët më të fortë dhe më të dashur të publikut, që kishte dhuruar spektakël, sinqeritet dhe emocione të vërteta, u la jashtë kësaj dysheje, duke habitur e revoltuar shumë prej shikuesve. Gjesti e meritonte të ishte ai që do të shkonte në televotim, në televotimin e parë për finalistin e parë. U dëgjuan zërat e fansave të zjarrit, të cilët ndjenin një padrejtësi të madhe ndaj tij. Nga ana tjetër, spekulimet nisën me njëherë. A ishte ky një skenari produksionit për të krijuar më shumë tension e për të mbajtur pezull publikun, apo thjesht një strategji e Aldos për ta favorizuar Gertën dhe Rozanën duke nxjerrë atë në finale përpara Gjestit? Ky vendim ndezi një debat të ashpër mes banorëve dhe shikuesve, duke bërë që emri i Gjestit të shpërthente në trend në rrjetet sociale, ku të gjithë shprehnin mbështetjen e tyre për të. Ndërkohë Rozana dhe Gerta tashmë ndodhen në një përballje të fortë për një bilet të artë të drejt finales, por hija e dyshimit dhe zhgënjimi i publikut mbeten mbi këtë vendim. A do të arrijë Gjesti të marrë atë që i takon në ditët në vijim? Kjo është një pikpyetje. Apo fati i tij do të jetë një tjetër surprizë pa shpjegueshme nga vllau i madh? Big Brother VIP Albania 4 ka qenë një arenë emocionesh të forta, por nata e përzgjedhjes së finalistit të parë ka shkaktuar një val zemërimi dhe zhgënjimi të madh mes publikut. Kur Aldo mori në dorë fatin e banorëve, të gjithë prisnin që ai të bënte zgjidhjen e drejtë, të çonte përpara një prej konkurrentëve më të fortë dhe më të dashur për publikun, Gjestin. Por në një kthes të papritur strategjike, Aldo vendosi të përzgjedh Rozanën si finalisten e parë, duke lënë Gjestin jashtë këtij televotimi të madh përballë Rozanës edhe Gertës. Ky moment ndezi një debat të zjarrt mes ndjekësve të këtij reality show, të cilët e konsideruan këtë vendim si një padrejtësi shumë e madhe. Ka patur reagime të ndryshme, menjëherë rrjetet sociale shpërthyen me komente dhe mesazhe mbështetje për Gjestin, më shumë fansa që shprehen zhgënjimin e tyre për këtë vendim të vëllaut të madh dhe shumë ndjekës u shprehan se ai e meritonte të ishte finalisti i parë për shkak të reagimit të tij të sinqert dhe të drejtë brenda kësaj shtëpie.
Në anën tjetër, disa spekulojnë se produksioni mund të kishte ndikuar në këtë skenar për të krijuar më shumë tensione dhe emocion në finale të madhe. A ishte ky një vendim strategjik për të rritur dramatizmin e spektaklit apo thjesht një lëvizje taktike e Aldos për të ndihmuar dikë tjetër? Tani që gara po shkon drejt fundit, të gjithë syt janë tek televotimi i madh. A do të arrijë Gjesti të kapërcej këtë padrejtësi dhe të luftoj deri në fund për trofeun, apo vendimi i Aldos do të ketë ndikim të madh në rrugtimin e tij? Një gjë është e sigurt, publiku nuk do të harrojë këtë moment dhe fundjava finale do të jetë një betejë e madhe me zemrave të ndjekësve dhe lëvizjeve të lojtarëve brenda në lojë. Unë jam munduar që të gjitha komentet, të gjitha reagimet e menjëhershme që ishin brëm që nuk ishin pak, domethënë unë vetëm në live-in tim brëm kam patur 1000 ndjekës, të cilët shprehnin një dozë të urrejtjes përse Gjesti nuk është i përzgjedhur i pari, duke e njohur strategjinë e kësaj loje dhe duke e njohur taktikën e kësaj loje, unë gjithmonë e kam thënë që Gjesti nuk do të jetë finalisti i parë për shumë arsye. Mënyra se si ishte përzgjedhur mekanizmi për dy konkurrentët të cilët do të shkonin kokë më kokë në garën më të fortë që ka ndodhur ndonjëherë dhe është shumë bukur e tha Rozana mbrëm pas spektaklit që për herë të parë në Big Brother, të gjithë banorët kanë luajtur individualisht dhe të gjithë banorët kanë qenë lidera për veten e tyre në këtë shtëpi. Do ta them lidera sepse është i vetmi Big Brother që banorët nuk kanë krijuar grupe. Edhe pse u munduan pafund që të krijojnë grupet, grupi i kuq dhe grupi i blu, të paktën ashtu siç Ledioni mbrëm mundoheshte ta përfaqëson këtë reality show këtë vit, domethënë këtë edicion, por grupi i kuq dhe grupi blu nuk u krijua dot kur. Domethënë u krijuan pozicionet që uleshin në përprajme, edhe që nuk i ndronin vendet e tyre në për divane, po kjo është shumë e vërtet, por nuk u krijuan grupe, sepse po të ishin krijuar në grupe, automatikisht do kishte dy lidera. Tani, nga koltuku i kaltër, lider është Gjesti, lider është Laerti, lider është Rozana, lider po bëhet dhe Egli. Do të thënë që të katër që janë lider për veten e tyre. Ndërsa nga koltuku i kuq, lider synon të jetë Gerta, lider synon të jetë Jozi, nuk e lë nga mbrapa Lori, nuk e lë situatën Danja sepse e merr gjithë kontrollin në dorë, por dhe Aldo ndihet një personazh shumë i rëndësishëm për veten e tij. Do të thënë automatikisht kjo ngjarja, kjo gjëja bëhet secili në lojën e vet bëhet individualist. Dhe duke patur një lojë shumë të nxehtë dhe loja bëhet më kulminante, kur banorët luftojnë për të shkuar në finale, unë jam shumë i bindur dhe isha tepër i bindur që e kam thënë gjatë gjithë javës që Gjesti nuk është banori i cili do të shkon për finalistin e parë. Por banorët të cilët do të shkojnë për finalistin e parë do të jetë një përballje kokë më kokë mes Rozanës dhe Gertës. E kam thënë sepse janë dy vajza të cilat gjatë gjithë kohës kanë kërkuar përballje ndaj njëra tjetrës. Tani, të shtunën do të shpallet finalisti i parë zyrtar për këtë vit. Dhe besoj që finalisti apo banori pretendent për të qenë finalist në këtë lëvizje kokë më kokë do të jetë një banor shumë i zëshëm. Dhe tani çfarë do të bëhet? Në qoftë se Rozana do të shkon në finale e para, Gerta do të mbetet banorja e dytë. Automatikisht Gerta nuk është banorja që do të largohet nga shtëpia, por Gerta do vazhdon në një televotim me banorin i cili do të përzgjedhet për finalistin e dytë. Dhe në qoftë se Gjesti është i përzgjedhur që të jetë finalisti i dytë me Gertën, unë jam shumë i bindur që në të martën ose në të shtunën e ardhshme, se mund ta lënë këtë televotimi një javë të plot, Gerta do të shkon në finale dhe jo Gjesti. Jo që Gjesti nuk ka fansa, Gjesti ka fansa më shumë se gjithçka, por është strategjia e lojës për ta vazhduar që loja të jetë më dinamike. Gjesti mbrëm, do ta komentoj në këtë videon tjetër marrëdhënien e Gjestit edhe të Eglit, por gjithsesi domethënë, dua të them që loja shkon në një zinxhir dhe 4 finalistët automatikisht ne e dim shumë bukur se kush janë. 4 finalistët janë Rozana, Gerta, Laerti dhe Gjesti. Ndër këto të 4 nuk mund të ketë asnjë tjetër. Në qoftë se vllau i madh do të ketë edhe një finalist të pestë, do të jetë atëherë Egli.
Por në minutazhin kohor televiziv dhe në për të gjitha surpriza që duhet të përgatiten dhe në për të gjitha video që duhet të jepen e të gjitha ngjarjet që duhet të bëhen, unë jam shumë i bindur që këtë vit do të ketë 4 finalist. Do të jenë 4 banorë të cilët do të jenë në finalen e madhe të datës 19 prill, se vetë vllau i madh në provën që kishte bërë për banorët të cilët duheshte të përzgjedhin 4 finalist, u kishte thënë 4, me qenë u kishte thënë 5 finalist. Tani, a janë të mërzitur fansat e Gjestit? Normalisht se janë shumë të mërzitur, sepse fansat e Gjestit do donin që Gjesti të ishte i pari në finale, por gjithsesi 2 banoret janë Rozana edhe Gerta. Ne do takohemi sërish së bashku, ju jepni mendimin tuaj në të gjithën këtë që unë sqarova.